Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin në Monitor TV për të nisur ditën e sotme maratonën e gjatë. Do të flasim sot për gjithçka, do të sjellim sot ekskluzivitete, do të sjellim data, do të sjellim banor, do të sjellim tek ju ndryshimet që kanë ndodhur në reality show, por edhe në jetën e artistëve shqiptar. Fillimisht do të nisim komentimet rreth Big Brother VIP Kosova 4. Ju e dini shumë bukur që përflitej deri diku se natën e mbrëmshme, konkretisht të premten e kaluar që i bie nata e mbrëmshme, do të startonte Big Brother VIP Kosova 4. Të gjithë ishim entuziast për ta parë këtë reality show, por siç duket, gjërat kanë ndryshuar. Një reagim për herë të parë ka ardhur në Instagramin e Alaudin Hamidit, moderatorit të Big Brother VIP Kosova 4, i cili dëshiron që të tregon për publikun që së shpejti do të filloj Big Brother. Do të thënë arsyeja pse Big Brother nuk ka startuar është fakti sepse para një herë të dielën janë zgjedhjet në Kosovë, do të thënë raundi i dytë i zgjedhjeve, dhe me patjetër që zgjedhjet e kanë fokusin më të madh dhe startimi i Big Brother VIP Kosovës do të ndikonte dukshëm në zgjedhjet komunale në Kosovë, por mbi të gjitha do të thënë edhe nuk ka një datë fikse. Nga informacionet që kam arritur unë të siguroj, do të thënë Big Brother VIP Kosova fillon brenda muajit nëntor, do të thënë në javën e tretë të muajit nëntor starton Big Brother VIP Kosova. Këtë javë besoj që do të kemi promon e madhe që shtëpia po hap dyert, flasim për një investim krejtësisht ndryshe, nëse sytë tanë janë mësuar që në 3 vitet e para të shikonim të njëjtën studio, pothuajse të njëjtën shtëpi, të njëjtin ambient, këtë vit kemi gjithçka ndryshe. Kemi një studio krejtësisht të re, ku do të moderoj Alaudini dhe Jonida dhe ku do të kenë pozicion të rëndësishëm të dy opinionistët, do të thënë kemi investim krejt ndryshe, kemi një ambient dinjitos brenda shtëpisë, do të thënë arredimi, kushtet mira dhe gjithçka tjetër që banorët do të pasionohen dhe do të luftojnë që të qëndrojnë sa më shumë në atë shtëpi që realiteti i saj, do të thënë në televizor për ne është një iluzion, dhe njëkohësisht kemi banorët se kush do t'hy brenda. Përfliten shumë emra, ndër këto emra që në fakt përfliten do t'jetë Brikena e Supernovës, por njëkohësisht do t'jetë edhe Alba Pollozhani, ish banore e fermës VIP, duke e njohur strategjinë që përdori në fermë, edhe se sa shikueshmëri arriti t'i jep fermës. Besoj që Big Brother VIP Kosovës do t'i jep edhe 10 herë më shumë shikueshmëri, dhe përflitet për një artist shumë të dashur shqiptar, Kushtrim Kelani. Do me thënë është një artist i cili ka sjellur super hite, super këngë që i ka dhënë publikut shqiptar. Besoj që Alba Pollozhani do të jetë një stratege superlative që do të na bëjë të gjithëve të pasionohemi pas Big Brother VIP Kosova. Do thënë Big Brother VIP Kosova është së shpejti pranë nesh. Andaj le të presim me padurim edhe 2 javët e ardhshme për të parë këtë reality show gjigant.